Besimtarët musliman falen namazin e Fitr Bajramit pas muajit të sakrificës së Ramazanit. Për ta është një ditë feste që kremton përmbylljen e agjerimit, falenderojnë Zotin për mëshirën dhe mirësinë, ndërsa vlerësojnë vëllazërinë, dashurinë dhe ndihmën ndaj të tjerëve. Siç është kthyer në traditë dhe politika e uroi festën, ku pritet zyrtare në Shkodër, u bën në xhaminë e Parrucës, duke bërë bashkë përfaqësues Partisë Socialiste me ato të pushtetit vendor. Ata uruan për më shumë ditë të mira të begata për çdo familje shkodrane shqiptare. Gëzuar e për shumë vjet Fitr Bajramin, paqja, mirësia dhe begatia qoftë në sofrat tuaja familjare çdo ditë. Zoti e mundsoft agjërimin edhe pranimin e lutjeve për gjithë besimtarët musliman për shumë vite. Uroj të gjithë besimtarët musliman i gëzuar e për shumë vjet Fitr Bajramin. Erdhëm këtu bashkë me gjithë kolegët e bashkëpunëtorët për të uruar në qendrën e komunitetit musliman në Shkodër tek Myftinia, dhe bashkë me urimet që i bëm, shprehim të gjithë mirënjohjen për gjithë periudhën e bukur të Ramazanit që kaloi në paqe, dashuri, për solidaritetin e treguar ndaj njerëzve në nevojë, dhe uroj që të gjitha lutjet, kërkesat e shpirtit që i keni drejtuar Zotit, t'ju plotësohen e t'ju shoqërojnë për çdo ditë e jetës tuaj e të mbar popullit Shkodrës. Në këtë ditë që nuk janë krejt zakonshme për botën, uroj paqe e dashuri. Uroj tanë besimtarët musliman kudo që janë gëzuar festën e Fitr Bajramit, për ata që kanë agjëru ja u pranohet Zoti dhe paqe, harmoni e bekime për të tanë. Urime në këtë ditë i përcollën besimtarëve muslimanë dhe përfaqësuesit e Partisë Demokratike të Shkodrës. I deleguari politik Luciano Boçi uroi për më shumë mirësi e ditë të gëzuara për çdo shqiptar, ndërsa nuk munguan mesazhet politike. Kjo ditë nuk është vetëm një festë, është më e madhe se sa një festë, është një ditë lutje, është një ditë reflektimi, është një ditë mirënjohje dhe pse jo dhe afrimi me njëri tjetrin. Bajrami na kujton që madhështia e njeriut nuk përcaktohet vetëm nga ajo çfarë ka ai, por sidomos nga ajo çfarë jep ai. Se si e hap zemrën për tjetrin dhe se si e zgjat dorën e ndihmës për të tjerët. Në një kohë të tillë sotme ku antivlerat, korrupsioni moral dhe ekonomik, e keqja, ndarja, armisia kërkojnë të imponohen jetën tonë sociale dhe publike, Bajrami na fton të rikthehemi tek vlerat, tek dashuria për familjen, tek respekti për njëri tjetrin, tek solidariteti njerëzor, sepse ai është thelbi i marrëdhënies së njeriut me Zotin. Edhe përfaqësuesit e tjerë politik uruan në këtë ditë feste. I uroj gjithë besimtarëve musliman kudo që ndodhen gëzuar dhe për shumë vjet Fitr Bajramin, marrësi dhe lumturi dhe begati paqen familjet e tyre. Dua të uroj të gjithë besimtarët musliman Fitr Bajramin, gëzuar dhe për shumë vjet. Qoftë një muaj paqe, lutje për secilin nga ne.